Mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Tani jemi këtu te Instituti Albanologjik, këtu pranë meja është edhe profesori Isak Shema, i cili së fundmi ka promovuar librin e tij Latif Berisha, Jeta dhe vepra. Për më shumë detaje rreth librit dhe si ka shkuar ky promovim drejt këtij libri, këtij botimi, do të na tregojë më shumë profesori Isak Shema. Profesor, mirëmëngjes, faleminderit shumë që gjete kohë. Mirëmëngjesi. Ju faleminderit. Dje është përuruar libri jemi fundit tash Latif Berisha, Jeta dhe vepra, këtu në lokalet e Institutit Albanologjik të Prishtinës. Profesor Latif Berisha është personalitet i shquar i arsimit, i kulturës edhe i shkencës shqiptare, ndër figurat qendrore të Universitetit të Prishtinës. Ne kemi punuar bashkë në fakultetin filozofik më parë, pastaj në fakultetin filologjik, që nga viti 1968. Latif Berisha është poet, është studiusi i letërsisë shqipe, veçanërisht duke qenë se ishte profesori romantizmit shqiptar, ai ka studiuar në mënyrë të gjithanshme letërsinë e romantizmit shqiptar, duke shënuar rezultate jashtëzakonisht të mira, qoftë në ligjeratat me student, qoftë në votimet. Duke qenë se veprimtaria e tij është shumë e gjerë e gjithanshme, pastaj jetëshkrimi i tij është jashtëzakonisht i pasur. Unë kam punuar shumë kohë të gjatë të thuash të sistemoj krejt këtë lëndë, është të pasur. Latif Berisha është i lindur në vitin 1931 në Smrekovnisë, komuna e Ushtrisë. Tani ka punuar në shkollat fillore, në shkollën e mesme, veçanërisht në gjimnaz, në Mitrovicë, në Ushtri, tani në Prishtinë, por aktiviteti i tij është i jashtëzakonshëm, i shtrirë në shumë fusha, në angazhimet shoqërore, politike dhe të tjera. Jeta e tij ka qenë jashtëzakonisht e pasur sa i përket veprimtarive, por fundi i jetës ka qenë tragjik, sepse me 24 mars të vitit 1999 në Mitrovicë, gjelatët serb e kanë ekzekutuar para shtëpisë së tij, domethënë në natën e errët të themi, dhe prej këtu së themi është djegur çdo gjë në shtëpinë e tij dhe nuk ka mbetur asgjë thuja nga gjitha ato materiale me vlerë që ka pasur, por ne duke bashkëpunuar gjithnjë, një pjesë të atyre materialeve e kom pasur unë dhe prej këndej kom realizuar një projekt jashtëzakonisht të pasur. Por, a mund të na tregosh rreth librit, a ka më shumë veprat e tij apo biografia e tij? Në çka je fokusuar më shumë? Të themi është një harmoni sa i përket kësaj, se ai gjithë jetën e tij ka zhvilluar veprimtari të gjithanshme kulturore. Domethënë ajo është marrë me krijimtari poetike, është vepra e tij Tufa, që nga viti 1949 është poezia e parë, ndërsa në vitin 1957 është votuar për mbledhja e parë. Menjëherë pas votimit të përmbledhjeve të Esad Mekulit, për shembull të Martin Samajt edhe të Enver Gjerqekut. Kështu që kemi të bëjmë me një veprimtari shumë të begat. Po tani ajo studimet e tij, studimet historiko-letrare, ato zënë vend shumë të konsiderueshëm, janë përhapur gjithandej, edhe gjithë literatura e shfrytzuar është jo vetëm literaturë shqiptare, por edhe huaj. Kështu që vepra e tij është në këtë aspekt shumë e gjerë, shumë e pasur.
Ne kemi punuar bashkë, veçanërisht në disa fusha, në studime. Për shembull, kemi bërë studimin e përbashkët njësinë enciklopedike për Kosovën gjatë viteve të 90 me titull Letërsia e shkruar shqipe, la littérature écrite albanese. Dhe tani ai është marrë, si të thash, me letërsinë e romantizmit, me shkrimtarët më të shquar romantik, je fjala Derada, ose Serembe, Zev Derada, pastaj janë autorët Naim Frashëri, Luiç Gurakuqi. Të gjithë autorët e letërsisë së rilindjes janë, si thosh, veprat e tyre objekt studimi. Prej këndej vëllimi i këtyre studimeve është i konsiderueshëm, ndërsa vlera e sotme edhe e më vonshme, si trashëgimi kulturore, shkencore, është tepër e rëndësishme. Në përurimin e djeshëm, i cili të themi ka qenë shumë mirë i organizuar, janë sjell përmbajtje kumtesa shumë të rëndësishme nga profesorë të Fakultetit të Filologjisë, të qendrave të tjera, dhe posaçërisht është quar, të themi, ajo vlera edukative e punës së tij, të një pedagogu shembullor, dhe pastaj ajo presia e tij në studimet albanologjike, sepse Latif Berisha ka qenë jo vetëm profesor i shquar i universitetit, por ka qenë edhe i angazhuar në rrjedhët e zhvillimit kulturor. Kështu që ndër studimet e tij shquhen edhe këto fushat e tjera. Të veçojmë në këtë aspekt studimin e tij shumë të me vlerë që paraqet gjenocidin serb në kulturë që nga shekujt e hershëm deri në ditët tona. Dhe pastaj organizimet e tjera, jo vetëm në arsim, në shkencë, në universitet, po pjesëmarrja e tij në seminare, në kongrese e tjera. Në këtë përurim të librit është prezantuar edhe një material autentik, një krijim muzikor i autorit, kompozitorit Gjevdet Gashi, për poezinë Trigota, por edhe për poezi të tjera, e cila pjesë ka zgjuar shumë interesim të pjesëmarrësit, por edhe në përgjithësi. Tani janë paraqitur edhe inserte nga filmi dokumentar i mëhershëm, ku Latif Berisha merr pjesë në tubime të ndryshme masive, dhe ai flet. Ne kemi pasur rastin ta dëgjojmë zërin e tij, sepse kanë kaluar 26 vjet që nga ajo ditë tragjike, të themi, që shënohet, të themi, e përkujtohet, dhe kjo pastaj sjell një ndjeshmëri të veçantë, sepse Latif Berisha ka qenë kështu njeri i dashur, i angazhuar shumë në të gjitha lëvizjet, dhe me atë vizionin për çlirimin e Kosovës. Kështu që ato përmbajtje janë tepër interesante. Në këtë përurim, referimet e veta i patën disa autor, ndërsa në fillim ishte një fjalë hyrëse e kryetarit të komunës Vushtrisë, dhe ai në të vërtet paraqiti atë faktin se Latif Berisha është tani nderi qytetit të Vushtrisë, dhe
përkujtohet, organizohen aktivitetet të ndryshme. Në këtë përurim foli edhe shkrimtari Agim Gjakova, a i ka qenë bashkohës me Latif Berishën, veçanërisht në studimet në Universitetin e Beogradit, në degën e albanologjisë, por edhe në shoqatën përpjekja, ku kanë filluar ato përpjekjet e para të krimtarisë poetike të organizuar në kuadër të asaj shoqate. Por sa ka zgjatur puna hulumtuese dhe për këtë libër, gjithashtu dhe në çfarë burime je mbështetur ti? Si në botimin që është i punuar me përkushtim profesional dhe shkencor, është dashur të shfrytëzohen studimet e gjithanshme në studimet në letërsisë shqipe, historisë e letërsisë shqipe, por edhe të literaturës teorike, historike, letrare, shumë më të gjërë, në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën të huaja. Këtu është dhënë literatura komplete, të themi e asaj, në të cilin është bazuar, është mbështetur autori Latif Berisha. Referusit të cilët i kanë dhënë kumtesat është profesor Nohir Gjepi, profesor Agim Vinca, profesor Begzat Baliu, profesoresha Dije Demiri Frangu, pastaj autor të tjerë të cilët i lexuan punimet e tyre, ata arritën të japin një sintezë të asaj që ka realizuar në krimtarin e vetë Latif Berisha, por edhe vlerësuan aspekte të ndryshme që lidhen me këtë monografi, sepse monografia përfshin përveç parathonës, jetë shkrimin, studimet historiko-letrare, poezinë e tij, tani studimet e tjera të autorëve të tjerë për këtë autor dhe gjithë aparaturën shkencore që në një farë mënyrë e dëshmon jo vetëm atë cilësinë edhe nivelin e sotëm të studimeve të tij, por edhe atë akribin shkencore që ka pasur ky studius i letërsisë dhe kjo në të vërtet është një lloj monumenti që në një farë mënyre jo vetëm e nderon këtë personalitet dhe veprimtarinë e tij në përgjithësi, por në kuptimin më të gjerë edhe e përjetëson jetën dhe veprimtarinë e Latif Berishës. Pra, me këtë autor sigurisht vazhdojnë studimet, sepse është parapar edhe botimi i veprave të plota. Përveç kësaj, është një vëllim do të jetë me punimet të autorëve të tjerë, sepse ka shumë autor të cilët nuk janë përfshirë për shkak të vëllimit të veprës. Në anën tjetër është publicistika, është veprimtaria e tij kulturore, domethënë Latif Berisha për kulturën, ose për shembull ato angazhimet në aktivitetet shoqërore edhe politike. Latif Berisha ka qenë edhe kryetari Lidhjes Demokratike i Degës në Mitrovicë, kështu që deri në fund të jetës ai ka realizuar një angazhim të vazhdueshëm, stoik të themi, të qëndrueshëm, por edhe të pranueshëm, sepse ai ka pasur ndikim në rrjedhat e përgjithshme, jo vetëm në krimtarinë poetike, letrare, në studime, por edhe në jetën shoqërore dhe politike. Pra, Latif Berisha këtu është paraqitur si një shembulltyr e arsimit shqiptar, e kulturës dhe shkencës shqiptare, dhe si një ndër këta
autorët, do më thonë personalitetet që ka dhënë kontribut në zhvillimin e vetë Universitetit të Prishtinës të studimeve filologjike në degën e letërsisë shqipe dhe në degën e gjuhës shqipe. Por tu e pas parasysh se ju keni botuar dhe keni hulumtuar për një figurë si Latif Berisha, a mendoni se institucionet po promovojnë mjaftueshëm këto figura kulturore? Mund t'ju them se institucionet e Republikës së Kosovës i kushtojnë vëmendje të posaçme zhvillimit kulturor, arsimor edhe profileve të ndryshme, veçanërisht sektorit të kulturës. Kur flas për këtë, Ministria e Arsimit financon projektet e veta në fushën e arsimit para universitar ose edhe para fillor të themi dhe universitar. Atje janë projekte të ndryshme të cilat lidhen me realizimin e programeve. Ndërsa Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit financon shumë veprimtari të ndryshme e ndërto botimin e librit. Ky libër është botuar me mbështetjen e Ministrisë Kulturës, të Rinisë dhe Sportit dhe është përhapur si libër që ka vlerë të veçantë, veçanërisht në këto vlerësime të cilat janë dhënë deri tash. Ky libër është shpërndar në mënyrë të gjithanshme në bibliotekat kombëtare, në bibliotekat e fakulteteve, në bibliotekat e ndryshme në Shqipëri, për shembull në institucionet akademike. Njerëzit kanë treguar interesim shumë të madh ta njohin jetën e Latif Berishës, të njohin ato veçanti, sepse këtu kemi të bëjmë me atë dokumentimin e gjithë asaj që në një farë mënyrë përmlidhet në suaza shumë të gjëra. Pastaj veçanërisht është interesant ajo puna hulumtuese e cila ka zgjuar interesim të veçantë, sepse Latif Berisha në punën e tij kërkimore ka zbuluar një pjesë të fondit poetik të Zevserembës në Kopenhag, edhe e ka studiuar të pjesë, e ka sjellë në studimet e letërsisë, por edhe në përgjithësi ka treguar atë aftësinë që të thelloj studimet, të argumentoj edhe aspekte të cilat nuk janë njohur, t'i studioj ato dhe t'i paraqes. Kështu që Latif Berisha faktikisht është një prej këtyre autorëve i cili përkujtohet rregullisht ai fondi i materialeve, veçanërisht në elektronik, është i jashtëzakonshëm. Ky për merita të veçanta është shpërblyer me mirënjohje të ndryshme letrare, shkencore, por edhe me dekoratat më të larta shtetërore të Republikës së Kosovës. Por ju si autor, çfarë mendimi personal keni për këtë libër? Ky është një libër i posaçëm. Unë kam një veprimtari shumë të pasur dhe kam botuar botime të ndryshme, libra të ndryshme, për shembull kushtuar Kadares, Jakob Zozës, Esad Mikulit, Josip Relec, Stereospases e tjera. Janë domethënë një numër shumë i madh i botimeve, i veprave, qoftë monografike, qoftë të studimeve. Në bibliografinë time të punimeve të botuara, të pjesëmarrjes në kongrese, në konferenca shkencore e tjera, zë vend edhe Latif Berisha. Po sa i përket kësaj pyetjet që e bëhet me interesim të posaçëm, ky botim zë vend të posaçëm edhe dallohet. Do të thonë është unik sepse kemi të bëjmë me një vepër që i kushtohet një personaliteti, një
kështu njeriu, një krijuesi me të cilin unë kam punuar bashkë, janë 60 vjet pune, thuja, edhe kemi butuar bashkë edhe tekste shkollore, veçanërisht janë ato librat e leximit letrar për arsimin e mesëm, të cilët jo vetëm janë përhapur shumë, po janë përdorur vite me radhë edhe në literaturën shkollore, përdoren edhe sot. Pra kemi të bëjmë me një botim që është i punuar me një akribi shkencore, me një interesim që jeta dhe vepra e Latif Berishës të ndriçohet në aspekte të ndryshme, ndërsa libri të jetë edhe një nga këto botime shumë të rëndësishme në kuadër të trashëgimisë kulturore, letrare edhe albanologjike në përgjithësi. Dhe një mesazh për fund për të gjithë shikuesit tanë dhe për ata të rinj që mos të harrohen këto figura kulturore dhe të njihen më shumë me veprat dhe jetën e tyre. Unë përcjell rregullisht veprimtarinë arsimore, kulturore dhe veçanërisht punën e angazhimet e rinisë shkollore, universitare e tjera, unë mund të them se të rinjt janë tepër të interesuar për gjithë atë që ndodh në jetën tonë kulturore, shoqërore, politike, por kanë edhe interesimet veçanta që lidhen me kohën moderne. Veçanërisht një kohë e cila ka një dinamik të jashtëzakonshme edhe nuk është si përpara. Mirë po, ne tash në këtë aspekt duhet të ofrojmë shumë çka për rinin nëpërmjet botimeve dhe veçanërisht nëpërmjet mjeteve të informimit në kuptimin e këtyre realizimeve digjitale, sepse ata i shfrytëzojnë shumë më mirë ato, që ne në këtë program kemi sjell ato inserte që njerëzit nuk i gjejnë lehtë, domethënë nuk i njohin, edhe kur t'i japim ata i perceptojnë shumë më mirë. Dhe veçanërisht unë kam dhënë këtu një pjesë, një synim të asaj që nga kjo pjesa në YouTube që janë në këtë pjesën digjitale, të theksohen ku janë edhe si të gjenden. Dhe atje është një pjesë shumë e mirë në mënyrë të posaçme nxënësit, studentët, po edhe studiusit arrin të gjejnë ato elemente që janë aty. Unë për veten time kam një prirje që të gjitha punimet e mia që nga viti 1960 i kom sjell në kompjuter. Edhe i përdor, i realizoj në mënyrë të gjithanshme. E tash studentët veçanërisht edhe nxënësit shumë janë dhënë pas kësaj pjese e cila është, të themi, në këto mjetët digjitale, në mënyrën digjitale, në adresa të ndryshme elektronike, edhe libri elektronik është shumë i përhapur sot në botë, si literaturë. Unë për vete e shfrytëzoj shumë librin elektronik shkencor dhe në të bibliotekave të ndryshme, por mund t'ju them se leximi i librit, leximi i letërsisë, i veprave të tjera, historike, letrare e tjera, nga vetë nxënësit, nga studentët, sjell përfitimin më të madh që mund të jetë, sepse ndryshe është leximi. Faktikisht arsimi, kultura, shkenca janë përhapur nëpërmjet librit më shumti. Prandaj ajo si thush porosia mund të jetë që jo vetëm që libri është i pazëvendësueshëm, po ajo është me ndikim të jashtëzakonshëm kulturor edhe shoqëror. Prandaj edhe ky libër, kur lexohet si i tillë, u ofron nxënësve, studentëve edhe opinionit shkencor një mundësi që të njohin arritjet më të larta
të këtij autori për shembull në fushën e studimeve albanologjike. Prej këndej e shoh edhe vlerën e këtij votimi. Faleminderit shumë profesor për të gjitha këto informacione dhe detaje dhe një mesazh shumë i qelluar për të gjithë ata që po na shikojnë dhe shpresoj që libri juaj Botimi i ri të ketë sukses tutje. Ju faleminderit shumë.